Jemi në muajin mars, në muajin e ndërgjegjësimit për sëmundjet renale, pra sëmundjet e veshkave. Për arsye se kemi një rritje të madhe të numrit të sëmurëve me veshka. Nga shkaqet kryesore që shikojmë më tepër, kemi të sëmurët me sëmundje zemre, diabetikët, hipertensioni dhe infeksionet urinare. Në rrethin e Fierit ka një rritje gjatë këtij viti dhe kjo ditë ndërgjegjësimi synon kapje në kohë të sëmundjes renale dhe mjekimin në rregull. Gjithashtu, parandalimi që synon në një dietë të shëndetshme, marrjen e ujit dhe mbrojtjen nga infeksionet. Nga statistikat tona në rrethin e Fierit, ka rreth 1200 të sëmurë me sëmundje renale kronike stadi 3 deri në 5. Nga këta janë 75 me transplant renal dhe rreth 120 me hemodializë. Prandaj, ndërgjegjësimi ka vlerë që në mjekun e familjes që të parandalojnë sëmundjet renale nëpërmjet depistimit ose të check-upit, si dhe dieta e rregullt. Cilat janë grup moshat më të rrezikshme? Grup moshat janë mbi 60 vjeç. Sidomos diabetikët, kardiakët dhe sëmundjet infektive të ndryshme, siç janë hepatite, tuberkulozi. Këtë vit s'kam mbaruar, po në këtë 3 mujor kemi shtesë afërsisht rreth 100 persona më tepër. Vjen në rritje se janë sëmundjet e zhvillimit, siç janë hipertensioni, diabeti. Këto shoqërohen me dëmtime renale. Në moshën mbi 40 vjeç, çdo person bën një ulje të filtrit të glomerular me 1%. Prandaj duhet depistimi, sidomos në këtë grup moshash, mbi 50 vjeç, check-upe të rregullta në mjekun e familjes, që të kapen sa më herët dhe të mjekohen në kohë. Nga vizitat që janë kryer nga pacientët tuaj, a e kanë kapur atë në fazat e hershme apo vinë në fazën Po, kjo është një pyetje shumë e drejtë, për arsye se sëmundjet renale nuk kanë simptoma shumë të shprehura dhe në vendet më të zhvilluara ndodh që kapen në stadet e fundit të sëmundjes renale dhe si shmanget kjo vetëm nëpërmjet depistime dhe analiza që bëhen te shërbimi parësor. Nuk ka simptoma që i smuri ta kuptoj që është i smur me veshka nëse s'bën analiza. A vjen të re një rritje ndërgjegjësimit të qytetarëve? Po, ne po punojmë sidomos me sistemin e check-upit, po i kapim më mirë në kohë, edhe me ndërgjegjësimin që bëjmë her pas here, sidomos tani në muajin mars, për një dietë të shëndetshme, pa duhan, pa alkool, pa kripra dhe duke pirë minimumi 2 litra ujë në ditë. Pacientët që janë në hemodializë, kryen rregullisht hemodializën? Po, patjetër. Ajo është jetike, është një veshkë artificiale, nëse se bën. Ata kanë sjellë shqetësime tek ju për një problematik Jo. hasin gjatë zhvillimit të Jo, bëhet në rregull hemodializa. Bile edhe me transplante renal në rrethin e Fierit janë afërsisht 75 veta, që janë teknikat më të reja. Po dializa paraqet një kosto më të lartë se sa transplantet dhe ndërgjegjësimi jon bëhet që kur i smuri arrin në stadin e fundit të sëmundjes renale kronike, të bëj transplantin renal, duke punuar dhe për të dhuruar, se shteti jon i ka këto politika që dhuruesi nuk ka asnjë pasojë për veten e tij, por ndihmon një jetë më tepër.